si kancelar mat për kancelorin e shtetit, për kryeministrin e shtetit. Prandaj është një gabim që kanë shtin loj partit politike në aspektin me umujt, kush u kandidati më i mirë, me umujt një tjetër sepse vendi jonë voton deputet, jo kryeministra. Kjo gabim fatal që është instalu që kjo lojë në Kosovë. Jo, pëtëm që kur ti voton në listën për vetë vendosis, ti e di që kandidati për kryeministër është Albin Kurti. Në gjashëm, si kur tek dhe duke e Lumira Belgjiku. Në regull për këta për shesin publik si kur votohet Albini për kryeministër, Albini votohet për deputet. Zoti e din a i vjen më bo kryeministër ajo. Unë nuk e di. Kur i merë 360 vota, i bje që është më legjitim. 400.000 su bon shok. A fshë që su bon? Se s'pu boj ka. Sepse gjukota kushtetuese atje, gjukota kushtetuese me të dy tasë po bëjën debat, par askush nuk mund të mbaj, që vullneti absolut i shumicës së qytetarëve të Kosovës. Qoftë absolut. Që tash për i thëjnë... Vullneti i dëshmuar, jo absolut, e pata në kuptimin i dëshmuar. Vullneti i dëshmuar i shumicës së votuzve në Kosovë, jo atyre që kanë votuar, shumicës. Po s'ke vullnet i deputetet është Albin Kurti tjetë kryeministër. Albin Kurti tjetë kryeministër. Dhe kur ti më thua nuk e bë, pyetja ime është kush është kryeministër momentalisht? Hiç është. Dy kuvende ki shpërdome dhe ki kryeministër. Ku ke poti? Ka përshtypjen që nuk u bë kuvende Albin. Ti shkon një, më falni laj, veç edhe që fjali. Ti shkon një kuvende shpërdon. Avokati din këto që kush e merr vendimin nesër pas nesër rrogën e 13. A bon me thon fjali. Ti shkon një kuvend i shpëndon. Okej, jetë një kujdestar, në detyr po mënej me ujtë shpi. Po dy kuvende ki shpëndome. Edhe ki kryeministër alo, a jeni morën veti. Matoshi, kur ka qenë... Që kjo është pasha zotin ka njën shtimje me në makqel. Matoshi, kur ka qenë komunisti gashi këtu, edhe thoja që ndoshta ai po të nëzit me vërtit. Po sëpse me përna vërtet u burë që po të bëjmë ne? A e zotin gashi dhe ke vetë nëzitje. Ke vetë nëzitje ke vetë. A e ke vetë nëzitur që të nga vërtasë është edhe neve. Jo, ju vetë me Parasitja është, ti me svidojë, nuk është bërë kryeministër, unë po pësë kush është kryeministër. Jo, s'ka kryeministër Kosovë. Nuk ka. Vetëm një fjali. Opozita... Jo, detyrëve s'është dy kuvende në shpëndoj. Sepse Kurti e tha në kuvend. Kuvend mu shpëndoj, jetë detyrë. Me dy kuvende shpëndoj me s'ka detyrë. Kjo ilegalisht pushtet, ju betohem. Shote me qunë gjukot kushtetuese, nëse i thojnë që ti ki drejt me najtë që aty, hajde une ja vapë dojë Gjukota Supreme ja ka thonë vendimin, hajde në dina që shumë. Kurti edhe kër e porositi këtë qeverin 3 mujore, kur e propozoi te Glau Kurbusi. Ju tha deputetëve, tha, e shpërbëni veten, jo qeverinë se qeveri ka. Gabim, s'ka mas dy kuvendeve qeveri. Gabim. Opozita, vetëm u kru me Albin Kurtin edhe me qeverin, vetëm u kru. Po realisht, po flasë si jurist, që ku avokati le të më demanton, në rrasë nuk është ashtu. Me paspos jurist të zot, dhe që kanë përime opozita, këmo t'i shku në burg. A di pse, nuk ka të drejt me mojt edhe postin e deputetit edhe të ministrit e të kryeministrit. Ashtë në ligj cilin kë e ka sjellë në fuqi. Matematika është të thjesht, ka më shku në burg, herdo kur për këto budallaki që i ka bo. Milajnë, veç këto, na dim që eksiston një vendim i gjykatës supreme. Ti nuk mund është me qenë edhe në legislativ, edhe në ekzekutiv. Jënë pushtetet e ndame, po edhe, po së të tira është kry mandati, është përnda kuvendi. Na e dim këtë, po sa duket është strategji e zotit Kurti që me nëzit opozitën, me shku në burg, me u viktimizu, me thonë populli mas me edhe këtu, me u kap një farë lufte qytetare, me arë deri, dhe me thonë të një mes njerëzve, së është polarizu. Tradita jo nuk të regon që kemë, na shkojnë kryeministat burg, të orë në zanë. Ky gogoli burg është përdorur prej Bajram Rexhepi. Më falë njerëz prokurorisë më kanë thonë që ky, po na provokon për me shku me arrestu në zyre. Dhe kjo ka qenë arsyeja që prokurorët e prokurorisë speciale nuk kanë dosht me arrestu. Se këta njetën ka orë në pushtet veç me qëso budalakish. Po nuk mundër, apo ja. Ministra nuk besoj. Ministra Albin Kurti tjetë Ta dëgjoj moda në ka shku në gjykot,
Edhe pse u dokumentu që e ka pas shtesë, dhe dule ngajti publikisht atë shtesë. Shëmëre.